Pyetja merr të mendja, ky produkt shtëpiak pastron xhamat më mirë se çdo gjë tjetër. Ju mund të jeni mësuar të hiqni njolla të ndryshme nga dritaret me kimikate që janë krijuar posaçërisht për këtë, por përpara se t'i përdorni duhet të përdorni një truk. Një përdorues këshillon që të përdorni zbutës për të pastruar dritaret. Ju duhet vetëm ujë dhe një leckë. Thjesht mbushni 3/4 e një gote ose ndonjë enë tjetër më të madhe me ujë të ngrohtë dhe aty duhet të shtoni pak zbutës. Në qoftë se lëngu duket kremos, mos nguroni të shtoni më shumë ujë. Për fshirje do të ishte mirë të përdorni një leckë me mikrofiber. Thuhet gjithashtu se zbutësi i rrobave do të parandaloj edhe ngjitjen e pluhurit në dritare duke i mbajtur ato edhe më të pastra për një kohë akoma edhe më të gjatë.